Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një paralel si zakonisht të hënave, ndryshe nga oraret e tjera të ditëve të tjera të javës, pak pas orës 16:35 minuta. Ne shihemi bashkë në paralelin e profileve. Në këtë moment ka zënë vend në koltukun përballë meje një personazh shumë i njohur i letrave, i teksteve të këngëve të bukura të gjuhës shqipe, por jo vetëm. Ato që ne i fërshëllejmë dhe shpesh herë ish fëmijët e viteve 90 për shembull që ende nuk kishin lindur në mesin e viteve 80, e këndojnë, e fërshëllejnë tekstin e Agim Doçet njësoj sikur të jetë shkruar pikërisht në kohën kur ato kanë lindur. Do me thënë, me pak fjalë bie që tekstet e zotit Doçi janë bashkohës me të gjithë ne. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, po fillo tani. Më pritë me fërshëllim, tash di, ka 4 fërshëllima, e para fërshëllima e policit, që në ditë të sot në të këputi gjobaj, e dyta është fërshëllima për gjelat e detit. Kush është rritur në shatë, e bëni gjelat. E treta është kur fërshëllejnë këngë të bukura, po jo që i shajnë, po bëjnë në pjesë në ovacione, që një shoku imi më thoshte do vinë aeroplana kësaj here në palat të kongrese, se ovacionet janë tjetër gjë, aviacionet tjetër gjë. Shkëlqyshëm dhe fërshëllima e fundit është kur lanë duart nga kjo jetë edhe të fërshëllejnë gjithë aparatet që i ke në tubat. E kuptova. Por ne sot do përqendrohemi ndryshe. Unë në fakt e kam lexuar autobiografin tuaj. Unë nuk e di në cilin moment ju keni shkruar disa radhë për veten tuaj, kujt keni dashur t'ia tregoni ato. Shpresoj që ti keni patur të gjitha të vërteta ato që keni shkruar dhe nuk ka qenë një dëshirë për të jetuar ato gjëra që në fakt mund të mos i keni jetuar, apo i keni jetuar vërtet? Keni qenë peshkatar? Po, 92, 93, 2 vjetë. Okej. Do me thonë, çfarë keni rrëfyer ka qenë pjesë e një rrëfimi personal prej vërtetit, se ndonjëherë zoti Doçi nuk e di kur t'ju marr seriozisht edhe kur t'ju marr me shaka. Jo, mua seriozisht më merr vetëm në një mjedis. Duke qenë spektator të ishe stradave të humorit. Aty unë jam shumë serios, kur qesh gjithë sala, mua më vjen të qaj, sepse mjeshtrat e stradave tona, sidomos ata që shkruanin dhe interpretonin, me Tano Banushin e me këtë babin e këtij të portokallis, që ka qenë i Fierit, një mjeshtër i madh. Pëlqeu kjo, sepse zakonisht thuhet djali i filanit dhe në përgjithësi djemtë e baballarëve ose të nënave të njohura në një kohë të caktuar mbeten përgjithsisht djemtë e tyre edhe kanë të vështirë të ndërtojnë identitetin e vet artistik. Më pëlqeu kur thatë babai i këtij të fundit, se ndodh rrallë. Ç'është e vërteta, është bërë vështirë sot në Shqipëri që të rrish hishëm në një pozicion të kodit moral. Unë përpiqem, do me thënë, ka shumë që su njihen baballarët, për shembull Hoxha thret në emër të nënës, o Lutfi Biri Xhemiles, por ta bëjmë serioze bisedën se unë kam marrë plot humor dhe ju jeni generatori humorit për mua, sepse sa hyra në studio, më bërtitët mua, i bërtitët regjisorit, kamermani, edhe unë thashë, do në rrahin në fund të emisionit. Si kundër e tha vetë, zoti Doçi, vetëm në estrada mund ta marrë seriozisht, tani estrada s'ka më, kështu që nuk të merr njëri seriozisht, gati për të parë imazhin e parë për ju. Dakord. Shumë e bukur kjo. E dalloni ju? Ku jemi? Unë e dalloj. Kjo është qendra Rrëshenit. Kjo është koloja, po prit, pse mi kalon ka shpejt ajo? Jo, s'ka gjë, i ke këtu të dyja, sepse këto të dyja kanë të bëjnë me origjinën tënde. Po, kjo është, do të thënë, komiteti i bashkisë në Rrëshen. Ato 12 hunë janë 12 bajrakët e Mirditës. Këtu ka lindur i matë, po jo në Rrëshen, në një fshat të thellë, që është edhe në Larus, Shebe. Këtu kanë lindur burrat më të mëdhenj të kombit shqiptar dhe marrë guximin t'i përsëris ca emra. Mirditas pra, si mas studimit të drejtorit të përgjithshëm të arkivave të shtetit, mirditorit Gjetnoj, është i lindur në Mirdit, atë Gjergjfishta, në Remjeda,
Koljakova, Tinka Thani ose Tinka Kurti, Roza Gjugja, që marrën edhe mirë, Roza Nagnosti, Pranushi, Koliqi, e tjerë. Këtu në Mirdit, pra, unë jam Mirditas nga baba dhe kolonjar nga nana, ku nxorën një pamje të kolonjës ato. E kam përnder, jam një kolonje, edhe djalë nga Mirdita. Janë dy krahina shumë interesante, që po të bëj seks një kolonjare, me një mirditor del një mushk, si shkam dalë dhe unë hibrid. Unë jam mushku agim. Kjo rafsh këtu, në Kratë Majtë është një fshat, ku deri në 90-ën kooperativisht i dalluar ka qenë dhe Ylli Rakipi, kooperativa e Barmashit. Janë edhe këta dy djemtë e tezës ati, Mentor dhe Shpëtim Nazarko. Kolonja ka tradita të shkëlqyera, se ka qenë Safet Butka, një rilinda si vërtet. Në Kolonjë, me origjinë, janë edhe Faik Bej Konica, është edhe Theofan Stilian Noli nga ortodoksit, nga të krishterët. Kolonja është një krahinë shumë simpatike që me dy krahinat e tjera shkojnë si dy motra e një vlla. Kur keni qenë fëmijë, kuptoj keni shkuar tek gjyshërit, tek njerëzit e nënës. Po. Po më vonë? Jo, unë tek gjyshi im, Islam Efendiu, kështu i thoshin Islam Efendi Novosela, Topollaj, dhe gjyshja ime Arzu, 1,10 metër. Do me thënë, sa Erion Braqa ka qenë gjyshja ime, ka bërë 18 fëmijë. Dhe aty në Kolonjë unë isha shumë i prapë, se kalit nuk i hypnja dot, po i hypnja Perkës. Perka ishte një qen austriak, që nga Novosela më çonte direkt e Nersek. Atje humja, se ishte qytet i madh, Nerseka, kishte 1.800 banor me gjithë konviktor. Kur ishin konviktorët, 1.400 banor. Okej, po në fshatin e nënës? Po për fshatën e nënës po flasun, Nersek. E ke mendjen tek Undi apo e ke Jo, mendjen? më thatë unë humbisja në qytet. Jo, shiko, humbisja në qytet Ersek, Novosela ishte fshati si me mëje, shumë interesant. Duket se nuk e keni jo mendjen te unë, po unë e pas kam goxhat e ju. Absolutisht, as ti ke unë, as unë ke ti, pa lese... Lere tash se jemi të vetmi që s'na dërgojnë SMS në emisione. Kur e mban telefonin fikur, Gjanëm, se kur e mban të hapur, po ti ta bërë silent, e po unë e kam silent, silencioz. Silent do me thënë që e ka I qetë, me qetësi. Pra këtu janë 3 krahina të mrekullueshme. Përmeti, Kolonja dhe Skrapari. Do thënë, unë i kam shëtitur plëm për plëm. Dhe në atë civin time që ma kanë bërë tjerët, se kam bërë vetë. Nuk e kisha mësuar që për njeriu CV në vetën e parë për dikë tjetër, se CV-ja ishte në vetën e parë. Ajo është alibia. Është alibia, e kuptova. Eci me imazhin tjetër, sepse janë shumë dhe normalisht njeri i fjalës, çfarë nuk ka për të thënë për një imazh të vetëm, por janë disa. Fola për origjinën time, po s'fola për majmunin, se Darwini thotë që... Më pëlqen. Fola, kam respekt për dy krahinat, si me mëje, edhe ti meti. Kjo është edhe arsyeja pse unë i kisha vendosur të dyja bashkë. Harta e Europës, shumë interesante. Po të shikosh në hartën e Europës, vëret disa gabime gjeografike. Sepse diku andej nga veriu i Anglisë dhe nga veriu i gjithë Europës kanë ardhur keltët e parë në Mirdit. Keltët e parë. Kanë ardhur baskët e Spanjës dhe flas për shekullin e 4 mas Krishtit. Dhe janë 12 bajrak, po teleshikuesi nuk do ta ketë të këndshëm të dëgjoj ato që di unë për Europën, se më bukur se ka shkruar për Europën atë Gjergjfishta, dhe më bukur se po i tregon Europës frekuencat e personalitetit dhe dinjitetit të shqiptarëve dhe të Shqipërisë Edi Rama, kryeministri. Unë s'po merrem me Europën, se do të them që thot i pari atë Gjergjfishta. Heu Europë ti kurva motit, që i re mohit besës zotit, po kjo është shenja qytetnisë, me da tokat e Shqipnisë,
për me knaq klysh të Rusisë. Atë gjërshfishte. Nërsa kryeministri aktual, Edi Rama, i ka thonë Europës dy gjona shumë të bukura. Shumë të bukura, që ka rritur krenarin tek ne. Sa është i zoti ai me e qu për para personalitetin e shqiptarëve, atë vetëm nuk e bën dot, me qeveritarët nuk e bën dot, e bën në qoftë se të gjithë shqiptarët e dëgjojnë atë çka thot drejtuesi i pushtetit. Se Aleksandr Vučić i thot, o Sander, i thot, si me gjenë të folë me Sander Frankën. O Sander, thot, e ka njohin 104 shtete, duhet ta njohish dhe ti Kosovën. Iku e para. E dyta ju thot biznesmenve të Europës. Ju hajdeni, investoni, bashkëpunoni, po mos kujtoni ju se ne jemi kategorie dytë, edhe një popull i kategorisë dytë e tretë. Pra personalitet. Ndërsa fjalia e tretë, më interesante, që ndoshta tash në këtë kohë që fillon zhegu elektoral për pushtetin vendor, s'do t'i pëlqej dikujt, ai përsëri tregoj atë që unë kërkoj, sepse unë jam pak në patriotizëm, jam folklorik. Ka dhe intelektual shumë të zotë se sa unë që marrin poza dhe nuk prononcon se mos i ngelet hatri krushkës ose mushkës. Këtu në këtë Europë, në 22 shtete, në vitin 98, me muzikën e Edmond Xhulalit, me tekstet e mia pa dyshim dhe të Gjok Becit, 10 artistët më të mëdhenj shqiptar, kemi bërë turin e madh, një koncert me karakter humanitar, që e njohu gjithë Europa. 83 koncerte, më thatë? 83 koncerte, 83 koncerte në të gjithë Europën, koncert mit humanitaren karakteren në gjermanisht. Kemi vajtur në gjithë Europën dhe të gjitha shoqatat patriotike, atletare, të Kosovës, duke filluar nga Nën Tereza, nga Isuf Gërvalla, nga Alia Jeti, një dëshmor i Krajinës së Llapit, janë mbledhur fonde për të ndihmuar popullsinë në rrezikuar në Kosovë dhe UÇK-n. Po kur them UÇK-n, nuk them me bombon edhe çumçakis, po me ato që shqiptarët e Kosovës i thojnë hekra. Ka qenë periudha më e bukur e jetës sonë, e Edmond Xhulalit, e Liri Lushit, e Mirush Kabashit, e Ledina Çelos, e Kastriot Tushës, e Ilir Shaqirit, e Çun Lajqit, dhe bëm një hym me Edmond Xhulalin, Eleonora Jakupi avritet fafajësia. Kështu që kësaj Europe, kemi qenë Norvegji, kemi qenë Suedi, në gjithë këtë hartë që shohim këtu, vetëm në Bashkimin Sovjetik nuk shkuam se ky Ladi i këtyre, Lad Putinka ose Putanka, s'mi intereson fare se kujt i ngelet hatri, nuk e nje Republikën e Dardanisë ose të Kosovës. Pritja mallshtore na është bërë edhe në Istanbul. Kemi bërë një koncert me gjithë shqiptarët që rreshtohen mbi 5 milionë e gjysmë shqiptar, të përzën nga Rankoviçin 56. Dhe ndoshta e zgjata si shumë, po është pjesa më krenare e jetës time prodhimtarisë artistike. Se janë 647 këngë për dëshmorët e Kosovës, që sot qeveritarët e Prishtinës i kanë harruar emrat. Por këdhelen i kërthoni 647? Dëshironi ta thoni 647, apo jo? Jo, 20 apo tina Athina. Ne 10, 20, 30, 40. Nuk themi 2-10, 10-20 themi, nuk themi 10-2-10. Dakor, për ne themi 10 e 10. Okej. Unë kam gjuhën Shqipe, e du fort, por jam i rritur në Shkodër dhe Shkodra ka atë letrarishten e këndshme. Kjo pënd është shumë interesante, sepse në radhë parë është pelikani era. Edhe është në pelikanët e platinuar, që e ndihmon çdo krijues. Po tash ka dalë ky kompjuteri Kozeta,
Edhe aty në tastier nga një herë e shkruaj me CTRL 137 për djetur ën dhe zgjej ën tjetër. 135 për çën e vogël. 135 për çën e fort. 128 për çën e madhe. Alt. Por pena është e pa diskutueshme. Dhe në Shkodër kësa i thojnë bishtagyp. Bishtagyp është shumë interesant. Këto kushtojnë shumë dhe penën më të bukur dhe më të shtrenjtë e kanë pas 2 vetë në Shqipëri. Një i paharruar i Omer Nishani, kryetari i parlamentit, dhe tjetrën që e vuri për të fjetur gjumë se ishte lodhur së shkruari dhe së persekutuari pena e Shokut Enver. Ka qenë të piramida ke muzeu, pena e Shokut Enver, se unë kështu i them Shoku Enver, dhe të gjitha ta që din të përdorin penën, që din të përdorin, se pena është shumë të kanjoze, mos të harrojnë kur që më në Shqipëri në shkolla nuk bëhet më bukur shkrim. Se pena është princesha e bukur shkrimit të gjuhës shqipe. Sot pas kaq vitesh për lehtësi ose për komoditet, ju shkruani me stilolaps, nuk po them me pen, apo me tastier? Ç'është e vërteta kanë dalë të laptop, ku diun se që janë ca gjona të vogla, iPad e iPhone e ku diun se çfarë. Shumë identitete të njerëzit, përcaktohen nga mënyra se si shkruan. Tash na është bërë shkrimi gjithëve i soi. Domethënë, edhe kur çojmë SMS me këto operatorët, edhe kur shkruajmë në kompjuter, unë kënaqësinë më të madhe e kam kur shkruaj me laps kinez. Se lapsi kinez është gjenia e njerëzimit. Se këtej poshtë ka majën përshuar, këtej sipër ka gomën, edhe shkruan këtu. Ka dilitin. Ja fut kot edhe e kthen kompërpjet lapsin edhe e fshin. E kam shumë qef lapsin kinez. Edhe popullin kinez e kam qef, se janë edhe kallaballëk, edhe punëtor, kam punuar pastaj kur kam qenë inxhinier montimi, fillova të mësoj dhe gjuhën kineze, edhe çang i thoshin një dru. Çang një krah, një vandak me dru. Po ta thonje 3 herë çangun delte i pyll. Është gjuhë shumë e lehtë, ne kujtojmë se është e vështirë. Kaq? Po. Hao, a kupton, është mirë për shembull, se s'do bëjmë mësime kineze. Hao është shumë mirë? Hao është shumë mirë. Okej, mirë, do me thënë logjikën e kuptova. Tani po e kuptoj pse pati një nevojë përpara ca kohësh edhe një nxitje për të mësuar gjuhën kineze. Që ca kohë kështu si nxitje. Nejse, ajo ide, ai propozim që tha ish kryeministri Berisha për mësimin e gjuhës kineze, i hoqi një 300.000 vota më duket, sepse shqiptarët mezi shkruajnë gjuhën e Naimit e Çajupit, gjuhën e Fishtës e Driterojt, jo të fillojnë me ato gaforret e hieroglifet, ikën dhe ca vota të atyre që shkojnë në shkollë, kur harrojnë çadrën në shtëpi dhe harrojnë, domethënë, ku s'kan ku vend, shkojnë në shkollë kur bie shi, më qefen. Është sken festivale, është jo domosdoshmërisht. Po është Enver Petrovci. Po. Ai që Enver Petrovci. Po. Edhe... Sa festivale shënoni ju? Unë kam shumë festivale. Shumë. Shumë festivale. Për shembull, i 53-ti u mbajt ky që kaloi, që u kualifikua El Hajdadani, ndërsa unë që t'jemi sinqert, kam patur një fat që në festivalin e 11 nuk kam qenë në Shqipëri. Kam qenë jashtë shtetit për një kur mjekësore më ka dërguar e paharruara Vera Pojani, ishte zënës ministre. Nëna e këtij avokat Mbjelës. Dhe isha në Rumani. Se po të kisha... Se dohet pyesja, pse shqyr që ishit jashtë? Sepse do kisha shkuar dhe unë, si të shkuar dhe të tjerët, Francesc Radi i shkret në Fusharsi, Bujar Kapegjiu, nga Kaçurrel su bë, si regjizori ju e nderuar Iran, shesh, ajo Edi Luarasi, iku u dënuan shumë, e hëngën shumë, sepse u quajtë liberalizëm. Qa liberalizëm?
ai festival, unë kam qenë në Bukuresht me zi e kam ndjekur, gëzimi më i madh ka qenë që shoku im i fëminis, Tonin Tërshana, fitoi çmim të parë. Gëzimi më i madh. Që i tha njoni që erdhë pranvera. Dhe në të gjitha festivalet, ku kam marrë pjesë, unë i shpreh mirënjohjen. Në radhë të parë, mbretëreshës së poezisë dhe tekstit shqiptar, Juliana Jorganxhi. Asa ju duka tip interesantun. Dhe këngën e pare kam bërë me Rudak Ismaili, që unë kujtohet se do t'jetë në një marsh në i ridotën, ishte i kompozitor në Alushe, që si njifte notat, që e këndonte me la 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 la. Autodidakt. Dhe kam bërë një këngë për Brezaret, festivali i parë. Pastaj gjitha konkurimet në festivale, kisha kënaqësinë që të bashkëpunoja me Gjenit, me Avni Mulën, artisti i popullit që ka me qindra këngë, bile do t'ju jap një shifër që është pak befasuese. 10 vjet rresht unë kam marrë me Avni Mulën dhe me kompozitorë të tjerë dhe Magim Prodani, kam marrë pjesë si autor tekstesh në 192 ndërmarrjet socialiste që kishte Tirana aso kohë. Dhe se cilës ndërmarrje duhet i bëja 2 tekste. Imagjino, duhet bëja Chelsea për elektrotekniken, për Chelsea, këngë për Chelsea, se u prodhu Chelsea dhe reflektori për herë të parë. Ishte drejtor njëri dritë past, fantastik Mara Shajati, që më donte shumë, sepse ishim 2 nga krahina ku rritet buka në pemë, Gështenja. E Marash ishte i mrekullueshëm. Në bashkëpunimet e mia aso kohë, me kompozitorë të mëdhenj, ne do zbatonim në radhë parë politikën e partisë, ku unë isha mjeshtër për të futur frymën e partisë, pa ja përmendur emrin, dhe pa bërë asnjë, e kam pishman, nuk do më kalë dheu, si kam bërë shokut e nverë një këngë, se ishin të caktuar. Je në kohë? Kisha frymëzim. Mund ta bësh dhe më thua që ishte ëndra e mbetur në sirtar. Kam patur diku aty apo jo, nuk shkon. Ti je bindur që dhe njëherë që e provova, pa ja vënë emrin, për mos bërë kult individi, do të kisha dëshirë të ta tregonja, sepse kishte kompozitor shumë të talentuar, bëra 8 këngë radhazi me i djalë të ri, Piro Çako, djali i Gajës. Dhe bëm një hym, parashevia me ato 14 fëmijët e duam lumturinë. Me Luan Zhegun, edhe interpretim Osman Mulën, alo, alo, a do të vishe, ku di unë se çfarë. Fillova të bëj emër. Mi po kisha hall dhe unë që kisha frymëzim, po s'kisha autorizim o kozet. E të mërshme. Jo. Ju në atë takimin e shkurtër bashkë kemi patur, që kishim para se të vinim këtu, më thatë që pasioni është generatori gjithçkaje. Tani, ke frymëzim, po s'ke autorizim, duket sikur dhe pasioni të kufizohet. Tashi ke autorizim, se unë e kam thëmë publikisht, po s'ke frymëzim. në kohën e shokut e nverë, zguxote gripi, shiu, fruthit bite pa pyet shokun e nverë. Tashti, Ecim në tjetër. jo, po tashti të bie mutës të pyet kërkush, au bëre pis. Unë them, aso kohë, kisha frymëzim, Po s'kishet autorizim. po s'kisha autorizim. E kuptoj. Këta që kishin autorizim për shkruar për Enver Hoxhën, hynë gjithë në këshill kombëtar të PD-s. Po deshe t'i them edhe emër. Jo, s'ka problem, jemi për ju sot. Ecim në imazhin tjetër, sepse dhe ndërkohë edhe koha kalon. Mi le të kaloj. Trump. Ai është një pentagram, shpikje shumë e madhe, e të parit kompozitor në botë që ka qenë Dursak, Jan Kukuzeli. Dhe kanë qenë Te Deum, muzika e parë që është bërë në botë, dhe është shoqëruar nga John Gazulli dhe Frederik Dursaku, 2 kompozitorët e muzikës kishtare. Kur s'kish lindur asnjë kompozitor tjerë, lare ato u bën të mëdhenj Mozarti, Bachu, Beethoveni, po muzika e parë kishtare është shkruar nga Jan Kukuzeli, shqiptar nga Durrësi. Ju këndoni? Do me thënë, jo në publik, po ju e këndoni vargun tuaj, tekstin tuaj? Shikom, unë gjithë tekstet e mia vargjet i këndoj sipas një melodie për të respektuar ritmin dhe rimën. Do të kisha ndoshta mundësi që të këndonja,
se vokalin dhe timbrikën e kam shumë interesante, po së shmarë njeri se unë mbarova për inxhinier elektrik. Telat në krah, elektrifikimi i vëndit dhe këto që i bënja, tekstet që i bënja për shembull, më të suksesmet, ato që si di kërkush, në anonimat, në festivalin e Gjirokastës për shembull, ne ishim 3 mjeshtra. Lefter Qipa, baba i këtij drejtorit përgjithshëm policisë, ishte Gjok Beci, dritë past, edhe unë ishim mjeshtra. Për shembull, ishte teksti i këngës Dibrane, oh, moje rason i larush, do ta vras qenin me pushk, do ta vras qenin e zi, se erdha mrames mla me hi, në bashkën të andën në lejthi. Fut boshtin e partisë, thote profesori, kryetari i lidhjes shkrimtare. Dhe unë e fusja me herë, moje rason i larush, zemra mal kur shumë e pushk, midis shoqe si Sorkalle, yren qetën vullnetare. Edhe një pyetje para se të kalojmë në imazhin tjetër. Për ju muzika dëgjohet apo shihet? Muzika për mua, personalisht, ka qenë është edhe do t'jetë magjia që askush nuk e thot nga lindi muzika, unë mund t'ja u them. Cicërima e Zogjë. Nga ajo muzikaliteti që quhet i mëmës natyrë. Nga fyelli ati qobani që i bje qylit, se rrinë në nije, edhe kavallit ose fyllit. Për mua muzika ndjehet, perceptohet, edhe kur të hynë muzika në shpirt, ajo është më interesante se sa droga. Dhe unë kur dëgjoj muzikë, sidomos, polifonin e jugut dhe ison e bregut. Bregu, Vunoj, Himar, Qeparo, Bosh, Piqeras, Sevaster, kanë një vibrato fantastike ato. Kam kënaqësinë të deklaroj para tejet Kozela, që kam edhe autorsi në disa këngë të jugut. Për shembull, batalionet bëjnë në fjalë, u vras Zaho deli djal, Zaho Koka, roj popullin. Ose proletar ishte dhe mbeti Gogonushi nga Bregdeti. Unë se kam për turp të deklaroj që në artin e realizmit socialist kishte gjërat mrekullueshme, kishte cilësi, jo nga cenzura se sa nga autocenzura. Dhe këta, unë si kuptoj këta jezitër, që janë poet me diplom, pse nuk pranojnë që cilësia atëhere aso kohë, e këngës, e poezisë dhe e letërsisë ka qenë disa herë më e madhe se që është sot. Mos nështë ka patur më pak, sot ka më shumë dhe nga trohet, diçka që është e mirë, që është me cilësi, nga trohet me... 192 nërmarrje socialiste, herë 2, 384. Herë 10 vjetë që i kam punu unë me këta grupet amatore, 3.820 ta bëra qefin, 3.840 tekste janë për në arkiv. Shumë. Kishte një parull vetëm, arti buron nga populli dhe i përket ati. Kështu që tashti qa buron nga populli? Tashti po buron Marinza për shembull. Në ju bjetë fikët kalamojve, grave, ku di unë se çfarë. Ecim. Shkojmë, ku duash ti? Dhe ikim se do kthehemi ja pak në kohë. Shiko, kjo është Peshkareç. është Peshkareç 35 metra. Unë kam punu 3 vjetë peshkatar. 94, 95, 96. A më thënë 92, 96, kur këtu qeveriste Partia Demokratike, unë s'kam marrë as një 15 diq rogë. Arsyn nuk e di, po dhe unë s'kisha në një pretendim, ndonë se kam qenë shoku dhe miku dhe vllai më i mirë i Azem Shpen Tahirit, i Azem Hajdarit. Nuk më fuqin punë, me sa duket, kishte një gjë shumë interesante është për tjeshur. Partia Demokratike, thote, është djali i shokut Mill, i matë, kryetar, sekretar i parë. Së më futë të në punë. Partia Socialiste prapë së më futë të në punë, se thote, nuk i kanë gjarë shokut Mill, u kanë gjarë Xhaxhallarve ki.
Xhaxhallarët gjithë kishin qenë burg akademik, 4 xhaxhallar, vëllezërit e timit. Po kjo nuk është nej dekorat për mua. Dekorata ime është vetëm një. Askund s'jam peng, askund nuk jam peng. Dhe gjëja më e bukur që mund të them ty sot, Kozeta, se ka arë shumë e pregatit me më një gjuhë, unë kam qef kur më kundërshton ti, dhe ne të dy më mirë kënaqemi atje. Po është formati i tillë që s'më lejon të kundërshtoj. Po, të Ose mund të them rrjefsha pse ke punuar, formatin. pse ke punuar për shkatar, pse s'ke mbarë rrok 92-96 kur qeveriste Berisha. Do me thënë nuk mund ta bëj dot këto tani. Jo. Tash ti. Për sa i përket formatit, në marrëdhënie me mua të kam 10 format. Ecim tek imazhi tjetër. Shkojmë tek imazhi tjetër. Shkojmë shpejt madje. Këto janë këpuc, shumë interesante, me lidhsa, Gjatë kohës që keni ushtruar profesionin apo zanatin e këpucarit, i bëni me Mersha lidhza. Tomajo, Syprinën, dhe shtrojet, të uzina e tankeve ishte një italian që kishë marrë një 300 gra në punë, i qepnja, i lidhnja, i ngjisnja, dhe në vite era tutkall dhije, se ka dhe tutkall qapi, dhe me ca oficer që i kishte kap reforma 1, 2 dhe 3 e Koplikut edhe e Zhulalit, i shisnim, kur tjerët i shitnin mbi 20.000 lek, ne i shitnim 12.000 lek vjetra. Dhe unë zgjodha këpuc me numër të madh për malcorët e mi, sidomos 45, 46, 47 për tropojant. Vishin shkretët të ranë në këpuc për herë të parë nga opingat, e mi bleshin. S'kan vetëm ata numra ka ishte më dhe i këmbësh. Ka edhe Shqipëria e Jugut, Shqipëria e Mesme, ka persona me numër ka ishte Shqipëria më e të këmbësh. Jugut për numër kame dhe për numër e i merë të keqen Shqipërisë Veriut, sepse shikoj gjithë janë 22 centim më të shkurtë se gruaja ime. Nërsa ne jemi si plepa në Veriut, a kupton? Sepse është geni. Është geni, andej. E kuptoj, e qartë. Ju Tani, këto dy profesione një pyetje kisha, i dinit, i mësuat, apo u detyruat i bënit për shkak të mos angazhimit në punë? Jo, iniciativa e lirë. Okej. Iniciativa e lirë do të thotë, aty ku ke talent, aty shpërthe. Vazhdim, festivali bëhe një herë në vit. Sasia e parave që merreshim 40.000 lek për i tekst. Unë mund bëja 10 tekste në javë, po s'kish festivale një herë në muaj. Ndërsa kjo e këpuze më pëlqeu për një arsye. Sepse të gjithë shokët e mi, në ato vite, ishin këmbëzbathur. Dhe doja t'i vishnja. Këtë këpucën e grave ta vendosa për elegancë, kështu, thjesht për ta thyer pak, po themi, dhe për treguar Jo, që... kjo lloj këpuce grash mund t'ju shërbej grave që janë të shkurta, nërsa kjo spina, çaj qoni ju këtu, Taka? Po s'është taka jo. A kupton? Ajo i duhet, kam parë unë gra, që e kanë hequr dhe me ata i kanë ranë në kokë. Është komplekse, edhe unë 20 janë, po takat shkurtra, mbaj, nuk e kam problem për këto gjërat e gjata. Ecim me imazhin Po tjetër. ti e ke mallështin tek formati jot, do thënë, s'ka të bëj lartësia. Shumë faleminderit. Këtu dua të mbetemi pak më gjatë, Freedom. sepse është imazhi fundit dhe kam përshtypjen që ke për të thënë shumë gjëra për konceptin e lirisë. Liria, nga këndvështrimi im, Më falni, përpara se t'ju ndërpres, se me që ju thatë nuk na shkruan kush, ka një mesazh për ju, unë do ta lexoj se edhe pak për respekt tuaj, po edhe të këtij shkruesit. Të përshëndes Kozeta, në kënaqje sot me Agim Doçin. Një e mrekullueshme, kalofsh bukur e dashur dhe të fala nga Besmir Medi. Nuk e di, është Besmir Medi. Çfarë si ka? I pëlqen rrëfimi yt? mirë. Okej. Tash di, Që të futesh tani në tripin e freedom, e lirisë. jo, në radhë parë më shqetëson që kjo e ka lënë diellin prapa krave. I ka kthyer kurrizin. Po për të kthyer nga dielli, ai të verbon. Të verbon dhe e ke parti që edhe amerikanët, edhe rusët, raketat e tyre, e anijet kozmike i dërgojnë hënë. Si dërgojnë njëri në diell se u digjet bëtha. Kupton apo?
Si, hë? Po kjo është. Po, të vetëm impakt që me demek bëm, asat e se qove do dhe në fund, e kuptova. Po jo, ai ka kthyer prapanicën diellit, këtu ka ca male, një shpërthim, a kupton, dhe ato zgalemët, po i them unë atje, që do të zbresin të pjekur e të skuqur. Mëse bëm pak paralelin me veten, ec pak paralelin me veten. Jo, unë me veten ec, po të ashti u bëra nervoz me vetveten unë, sepse ç'është liria tek çdo njeri. I që një imazhin se nuk kemi nevojë. Bukur. Një njeri tjeti lirë duhet përfaqësoj virtytin, jo vesin. Në Shqipëri kemi arritur në këtë tranzicion gjatë edhe të vështirë që vesit quhet virtyt. Po ti jesh i ndershëm, po ti jesh adhetar. Thënë edhe gomar. Po s'janë të lirë ata që mund të kenë parat, mund të kenë milionat, mund të kenë miliardat, mund të kenë flet hymje me hy në përgjista partish. Për mua liria do t'jetë gjithmonë kënaqësia për të pranuar tjetrin siç është dhe lumturia që atij tjetrit mos t'i bësh atë që ti s'ke qef të ta bëjnë ty. Kulmi i lirisë që kam lexuar dhe e kam për krenari të them, është libri i shenjtë që përkthehet në shqip fjalë e shenjtë Kur'ani. Që këta ignorantët hoxhallarë shqiptarë, që se dinë atë gjuhë, që e lexojnë dhe nuk e këndojnë Kur'anin, që nuk thojnë Wallahu Akbar, po thojnë Allahu Ekber, sikur Allahu është nej kamarier, ose nej berber. Liria e lirive është tek fjala e shenjtë, tek Kur'ani, që nuk është e shkruar siç e kanë shkruar jahudit, Biblën e tyre, nuk është e transpërkthyer siç e kanë bërë grekrit, Biblën moderne, unë i njoh të dyja, dhe Ungjillin e Shmarkut, edhe Biblën, dhe pata fat përpara 19 ditësh që promovuam një libër të doktor Kastriot Mëlyshi, Mërditas. Ai është UFO, për mua është alien. Librin e cilit e mori Papa Francesku, se pa gjua shqipe dhe Bibla. Është një libër që masi e lexon 2 herë gjys, deri në 3 herë mund të kuptosh diçka. Liria Nuk është lirisë një të dyja e një për kënaqësi, ju cilin besim praktikoni apo ju Si? besoni thjesht në Perëndi, në Zot? Njëherë njerëzimi është më i mençur se unë, sepse edhe në qoftë një të dyja, pse një të dyja për kulturë, për informacion? Ja u them, për informacion. Edhe në qoftë se për dikë dhe ateistët nuk ekziston Zoti, njerëzimi i ka sfiduar duke e sajuar për shkarkuar ngarkesat e tij statike te një forcë e madhe. Por Zoti është kudo, nuk është si jahuditë që futët që thojnë e kanë arrestuar Zotin, thotë Zoti është lart në qiell. E ka lart në qiell Zoti. Zoti është kudo, për atë që beson. Po Zoti nuk është Mirditas nga Kam Timat, as nuk është kolonjar nga Kam Timem. Bukur. Besimi në Zot është në bazë të institucioneve të veta, besimi në Zot ka shkëlqyer në Shqipëri. Me atë harmoninë, me atë bashkëjetesën. Pse? Se shqiptarët nuk janë praktikant, aplikant, fanatik. Ndaj shkojmë mirë, se për këtë temperament që kemi ne, për këtë psiko dhe etnopsikik krahinore, do të bëshim 3 lufta civile masdite. Po i ke parti se sa mirë shkojnë shqiptarët, edhe Bektashi, që është tarikat shumë i nderuar, edhe 18 sektet e fesë krishterë, ne po të ishim besimtarë. Mua më vjen keq që e them, ky është akademik Anastasi Janullazo. E kisha kap më hunë këte, se s'mund bësh meshti aty ku ka folë Shqip, Themistokliu, Mihal Grameno, Theofan Stilian Noli, e të më thua është i mua, Jasus Kirje. Ne të dyja i kemi fjalë shumë. Dhe kam edhe një pyetje të fundit, zotë doshi pasi koha po kalon, ju e keni shumë të theksuar sensin e kritikës, sigurisht argumentuar, po nëse dikush ju kritikon juve, ju e hapni librin? Njëherë librin e kritikave
e kanë shpikur këto forcat politike në Shqipëri. Për te Që atyre. e quajnë fyerje, bile. Të dyja, dhe PS-ja dhe PD-ja, për të kritikue, për t'ja fut kot, janë të dyja mjeshtre. Unë s'kam qenë kurrë Unë nuk e di për t'ja futur kot, po për të kritikuar dhe ju kampion jeni. Mua unë nuk kritikoj. Unë sugjeroj si duhet jetë më mirë. E dyta, tregoj, jo si konkluzion, po si rrugë zgjidhje. Shqipëria s'bëhet kozeta me sherr. Këta analistët që dalin shqyqyr që ju, si televizion publik, nuk keni studio analistësh, qa analizojnë ato për shqitur mënd se sa shumë din, hajde të bëjmë një studio me ata që janë kokat adhëtarisë, të dashurisë për popullin. Qa s'dalin, qa nuk shofë. Nëse dikush, jo nëse dikush ju kritikon, nëse dikush ju sugjeron, ju orienton drejt një zgjidhje, nuk po e quaj kritik, po e quaj kështu siç thatë ju, juve e merrni parasysh? Mirë, atëherë, unë si tip dhe temperament mund të kaloj nga një gentleman i vërtet në një fys profesionist. Fyerjen, unë e kam në pathologjinë time se jam gjysmë për gjysmë në gjakën palc, toskë dhe gegë. Po jam unë, shkoj shumë mirë brenda për brenda. Mua së më dhëm mëlqia, kur më dhëm shpretka. Mua së më dhëm pulmonia e djath, kur pulmonia e majtë shprekun në i viros. Pra jam simboli. Më interesant, sepse ti jesh inxhinier elektrik, të marrish 10, në 71-shin, quaj medalje art ajo, të bësh këngë, ti jesh kampion i poezisë shqiptare, dhe të mos deklarosh asnjëherë mungesën e modestisë, për çfarë do më kritikojnë mua? Ata që e dëgjojnë këtë dhe që do ta dëgjojnë si emision, do më thonë, si bëre një këngë komandantit. Atëherë unë kam qef ta mbyll me këto vargje. Më ka ardhur një student i shkëlqyer, 6 leka. Djali profesor Konstantin Lekës, biri i Rozmari Jorgangjiut, nipi i Juliana Jorgangjiut, për të forcuar pozitat e tij në Akademinë e Arteve, se ka qenë rebel dhe shumë i talentuar, më tha të bëjmë një këngë duke u mbështetur te ky libër. Dhe unë lexoj tek ai libër kur hidheshin themelet që dolën djemtë e Rigonit dhe afendikojt e Gjirokastrës kur u mbushën malet me blerim. Enver Hoxha thot aty, dhëmbja popullore na thirri, ballin na puthi aneja, ngjeshëm pushkën ati dimri, vetë të parët në beteja. Unë e personalizova. Ngjeshe pushkën ati dimri, vetë i parin në beteja. Erdhë pas teje Shqipëria, pas partisë Ylli Karvanit, shkrepëtiu nga doliria, zjarë nga pushk e partizanit. Më thirrën në komitet qendror ku shoku Enver. Po jam i pari, ai ka qenë i pari. S'ka qenë i treti, as i pesti. Nuk mund të më kritikojnë, nuk mund të më marrin në thu, nuk mund të më bëjnë vretje, këta shqiptar të cilët dilnin para ekranit televizionit, këndon të Ari Vladi këngët e marshet e Agim Doçit, vriteshin djemt e UÇK-s me vargje dhe poezit e Agim Doçit, ato priqin nga 19-20 vetë shqiptar të Kosovës, mas 6 muaj shimaroj lufta, ktheheshin ata në Kosovë, qyshe pat Brehemnin ai që na majti 6 muaj, valla s'po di. A në gjeti Baci Agim, po kush jaj, e kish i pus midis shtëpisë në Tiranë. Po ku ka në Tiranë shtëpi pa pus? S'morën një herë në telefon me thonë, nera ju rrit. Ti vazhdo, kur dalim në këtë format paralel, bëjmë edhe një emision tjetër paralel. Unë tani unë dzeja, ti tani më thuj maroj koha. Unë të falenderoj shumë që ishe. Këtë e disha. 30 minuta janë gjithmonë shumë pak, për të 30 pak minuta, po ja pra kjo është koha dhe limitet, edhe të qenit i lirë në raport me kohën. S'kemi pra më shumë. Unë do doja që t'ishte ora 5:20 tani, po nuk është. Faleminderit shumë që ishe me ne. Qa do shikoni, Elifin? T'fala zonjës Agim. Respekt në mënyrë të veçantë për ty, sa herë duash, haj bëjmë ne i paralel 12 natës, kur flanë edhe politikuaj. Ka frikun me ty në 12 natës paralel, se e te pronti. Vi me yllëtën. Ka pak publicitet dhe kthehemi përsëri studio bashkë.